Paqja e shpëtimi Zot qoftë Imam Hyseni dhe shokët e tij, martimi Zot rëndoft në Jezid dhe pasuesit e tij. Hyj dost. Kalimi nga jeta e imamës ton, Hazreti Fatime. Hidhërimet më të mëdha që ka hequr në botë është e bie e Hazretit Muhammed, mama jon Fatime. Kjo zonjë e uruar në jetën e saj nuk pa një ditë gëzimi. Jetën e shkoi me të qara e me lot në sy. Nga gratë e Kurejshve nga herë dëgjonte fjalë të këqija, bie fjala si vdekjen e Hazretit Muhammed, ndarjen për jetë nga Imam Aliu, lajmin e hidhur për rënien e dëshmorëve në fushën e Qerbelas. Nga këto nuk pa me sy asnjë ditë gëzimi në jetë. Prej këtyre hidhërimeve qante derte lotgjaku dhe mëlçit e barku i kishte të zhuritur. Oh, sa helm hoqi Fatime ndjer, lotgjaku derte prej syve nga herë. Një ditë nuk pa gëzim në gjallët e saj, ditët edhe netët i shkoi në vaj. Hazreti Muhammed me Hadixhen ka patur 6 fëmijë, 2 djem, Kasemen dhe Abdullahun, 4 çupa, Zejnepin, Rukijen, Umi Gjylthymin dhe Fatimen. Të gjitha i kanë vdekur me gjalljen e tij, ndërsa Fatimeja ka vdekur pas tij dhe ka parë hidhërimet më të mëdha. Me lindjen e Fatimes ka të thëna të shumta. Disa thonë se ka lindur 25 vjet pas ngjarjes së filit, ndërsa Sheh Muhamedi thotë se Imam Muhammed Bakiri, ka shkruajtur që është lindur 5 vjet pasi u bë profet Muhammed Mustafai. Në librin Rezvatyl Vezin tregohet se Hazreti Muhammed ka thënë, në kohën kur Hatixheja ishte 6 muajshe me barë me Fatimen, i ka ardhur Hazreti Xhebrail dhe i tha, që ti do të lindësh një çup me emrin Fatime dhe fisi i saj i bukur do të jetë deri në ditën e pastajme. Kur afroi ditë e lindjes së Fatimes, Hatixheja kërkoi gra për mami nga fisi Kurejshit, por ato i thanë se ti nuk na ke dashur dhe ne nuk vijmë. Pas ca kohe, ju shfaqën 4 gra të cilat e nderuan tepër. Këto gra Hatixheja i pandeu për çupa arabe dhe kur i pyeti, ato ju përgjigjen. E para i tha, unë jam Sareja, gruaja e Hazret Ibrahimit. E dyta, unë jam Meriemi, e bia e Imranit. E treta, unë jam Gylthymi, që kam pirësis në një nën me Hazret Musan. Dhe e katërta i tha, unë jam Asija, gruaja e Faraonit. Këto në këtë botë janë shërbëtorkat e Hatixhes, ndërsa në atë jetë janë shoqet saj. Këto të katërta i ndenjën pranë, njëra të djathtë, tjetra të majtë, njëra mbi kokë dhe e tjetra në fund. Me këto mami e lindi Hatixhe Hazretin Fatime. Me të lindur, erat prej misku mbuluan dheun edhe qiellin. Lule re e bukur ndriçoi këtë jetë si hana dynetshe në qiell ndriti vetë. Nga filiza e re u mbush gjithësia dhe hënës një ndriçimi dha Perëndia. Kur ka lindur Hazreti Fatime, kanë ardhur nga parajsa 10 çupa me legene i brik në dorë. Ajo grua që ishte mami, me ujët që përmbanin këto i brik prej lumit që u therë të parajsës, e ka larë Hazretin Fatime dhe e ka mbështjellë me një robë me erëra, pastaj ja dhan Hatixhes. Pas i lajmëruan Hazretin Muhammed për lindjen e çupës, erdhi në shtëpi dhe emrin ja caktoi Fatime, ndërsa mbiemrat e saj janë Redie, Merdie, Meimune, Zeqie dhe Zekra. Lartësimi dhe nderi i saj është i madh. Në librin Rezvatyl Akbab, nga Aisheja thuhet se Hazreti Muhammed nga gratë Fatimen dhe nga burrat Aliun i ka patur më të dashur. Njëherë Hazreti Muhammed bashkë me Imam Aliun ndodheshin në fushim dhe Imam Hasani bashkë me Imam Hysenin kishin vajtur për shëtitje në kopshin me hurmat të një qifuti të quajtur Salih Rikaja. Ky gjeti rastin të burgosit të fsheh Imam Hysenin. Më vonë Hazreti Fatime, nga mosardhja e djalit u ulmu tepër dhe nga meraku këpuste leshrat, hynte dilte pareshur nga shtëpia e sëkodisur, duke pritur kthimin e tij. Dërgoi dhe Imam Hasanin për ta kërkuar, ndërsa ishte në kërkime sipër, befas i del një dre përpara, i cili vjen në gjuhë dhe i thotë që Hysenin e ka marrë Salihu dhe e ka fshehur. Atëherë Hasani shkon te Salihu dhe i thotë që liroj Hysenin, se hidhrimi mamës tonë nuk durohet dhe po të mallkoj ajo,
asnjë çifut nuk mbetet në faqen e dheut. Madje, po i thash babait, një të hequr me zylfiqarin e tij nuk le asnjë çifut të gjallë. Dhe po i thash gjyshit, me një lutje që bën tek i Madhi Zot, nga qielli zbret zjarr e të gjithë çifutët i djeg. Lirom Hysenin biri Fatimes se me të ardhur Aliu kokën do ta pres. Mos bëj ti keqbërje për Hysen Vëllan, se nga kordën preht do të gjesh belan. Fjalët e Imam Hasanit i bën përshtypje Salihut, e pyeti cilën ka nënë dhe bab e gjysh. Imami ynë ju përgjigj, mëm kam dritën e syve të Hazretit Muhammed Fatimen, baba kam luanin e Zotit, Ali Elil, Myrtezan dhe gjysh kam të dashurin e Zotit Muhammed Mustafan. Qifuti kur dëgjoi këto fjalë ndryshoi mendimin dhe zemret i usbut sa i hyri një dashuri e madhe për ta. Salihu i thot Imam Hasanit që unë e liroj Hysenin në rast se ti më pranon të hyj në besën tënde. Imam Hasani i tregoi besën muslimane dhe ky Imam Hysenin bashkë me një poçe me të holla ja dorëzoi. Kur e solli Imam Hasanit të vllan pranë tëmës, u tha kjo vjesh. Për ty ja Hysen kisha hidhërime, po tashti të gjitha mu bën gëzime. Salihu të nesërmen me 7-10 çifut të tjerë erdhën tek Hazreti Fatime, pranuan besën muslimane dhe prej saj kërkojnë ndjesë për fajin që bëri. Ajo i tha, unë ju falë, por kërkoni ndjesë nga baba im, Hazreti Muhammed, se ai është kryetari i gjithësisë. Salihu vajti pranë Hazretit Muhammed duke i kërkuar ndjesë. Profeti i tha që unë të falë, por Hasani dhe Hyseni janë të dashurit e Zotit, prandaj kërkon ndjesë nga Perëndia. Salihu duke qarë kërkon të ndjesë nga Perëndia dhe pëshertinte kështu. O Zot, unë bëra të mëdha gabime dhe përpara teje unë jam me qortime. E kam humbur shpirtin në për mëkatet që kam bërë, më shiro për mua dhe mi falë të tërë. Salihu, 17 ditë me radhë, kësisoj ka bërë lutje. Ditën e 18 ka ardhur Hazreti Xhebrail nga i Madhi Zot, i tha Hazretit Muhammed që Salihut ju falë gabimet dhe ju kthye në përdëllime, jepi si hariqin. O vëllezër, merreni vesh se Salihu për një natë që e burgosi Imam Hysenin, sa mundim hoqi dhe sa lutje bëri deri sa ju falën gabimet, po për ata të pabesët mallkuar Jezid që do t'i mundojnë e do t'i therin me thikë si shqerat fëmijët e Resulullahut, si do t'i gjejnë shpëtim a falje nga Perëndia? Juve o keqbërës që do të derdhni gjakra ndër ata fëmijë Muhammed Mustafa, për atë pabesi që do të bëni vetë të gjithë do të mundoheni pafund në atë jetë. Thuhet nga Hadhife Yamania se një ditë janë ndodhur pranë Hazretit Mustafas dhe pas i mbaroi faljen e mbrëmjes, i rash pas. Kur shoh një njeri të madh që erdhi tek Hazreti Muhammed dhe si u fjalos pak me të, për një herë u zhduk. Hazreti Muhammed u kthye nga ana ime e më tha, ç'punë ke me mua dhe ç'do të më thuash? I thash që kam ardhur të më falësh nënën. Hazreti Muhammed më tha se të kam falur ty edhe nënën, por a e pe atë që u fjalos me mua? Ai është një ëngjëll që kur nuk ka zbritur në faqen e dheut. Nga ana e Zotit më solli të fala dhe më dha si hariqin për Fatimen, Hasanin dhe Hysenin, që ata Zoti i ka vendosur në parajs dhe Fatimeja është më e pëlqyera e grave në të dy jetët. Nga Imam Aliu thuhet se Hazreti Adem, kur ishte në parajs bashkë me Havan, bukuria e saj kishte bërë përshtypje në gjithë parajsën. Një ditë Hazreti Adem e shikon Havan në fytyrë me vrejtje dhe i tha, valla, mund të ketë në një grua tjetër kaq të bukur sa ty? Atë çast erdhi Hazreti Xhebrail nga ana e të Madhit Zot, i tha Ademit që eja të shëtisin parajsën dhe shpuri në vendin që quhet Firdus. Mbi një pallat pa një grua të bukur veshur me petka të mira dhe prej fytyrës së saj ndriste tër parajsa, kaq sa kish bërë përshtypje ndër hyrijet edhe gilmanët. Në kokë kishte një tash të ndritshëm dhe në të dy veshët kish varur vëth që vetë të jenin si brillanti. Hazreti Adem nga kjo bukuri që pa mbeti i habitur dhe thoti Hazreti Xhebrail, ç'është kjo krijesë kaq e bukur sa më humbi mendje? Ky ju përgjigj, kjo është Fatime Zehraja, e bia Muhammed Mustafait. Taçi që ka në kokë është i shoqi i saj, Aliul Myrtezai, dhe të dy vathët që ka në vesh janë djemtë e saj, Imam Hasan Mishtebai dhe Imam Hyseni dëshmori i Kerbelas. Hazreti Adem e pyeti se kur do të krijohen këta? Xhebraili thot që këta si njerëz në botë prej teje do të vinë, por janë krijuar 4000 vjet para teje. Pa u krijuar bota, një kryetar kam qenë, pa ardhur Ademi vendin e kam zënë. Në viste të larta unë jam vendosur zemrën time, kur nuk e kam plagosur. Nga i sheja thuhet se një ditë Hazreti Muhammed me harkën e tij pushtoi Imam Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Hysenin, pastaj tha këto fjalë.
dhe shtoj që unë luftoj ata që ju luftojnë juve dhe i pajtoj ata që ju duan ju. Hazreti Fatime 8 vjet ka ndënjur bashkë me Hazretin Muhamet. Nga herë thoshte se shenja që kam parë nga ai nuk kanë fund. Një ditë Hazreti Muhamet porinte në faltore kur erdhën një grup gra të veshura me petka të mira dhe i thanë: "Dëshirojmë tepër për bijën tuaj Fatimen të vinë në shtëpizat tona dhe së bashku të kalojmë kohë duke u dëfryer." Hazreti Muhamet ju tha se mund të vinte dhe ju drejtua Fatimes duke i thënë: "O bija ime dashur Fatime, gratë arabe të kërkojnë t'ju bësh një vizitë në shtëpizat e tyre." E bija i tha: "Ti ja Muhamet, një mbret i pëlqyer, ti je një i lartë dhe shumë i vyer. Si urdhron ti ja baba i ndjer, unë fjalën tënde sta prish këtë herë. Sipas urdhrit tuaj do të vete o baba, por unë nuk jam aq e veshur mirë, ndërsa gratë e Ebu Xehlit janë të veshura mirë dhe jetojnë nëpër pallatet e larta." I dërguari i Zotit me dëmshuri i thotë se vërtet që ato rojnë ndër pallate dhe janë të veshura mirë, por lartësinë dhe dashurinë që kemi neve, ato nuk e kanë. Neve petka të mira kemi drejtsinë, pallate kemi diturinë. Mos shiko se ato pallate janë të zbukuruara e stolisura sot, shpejt do të vi koha të rënohen e të prishen, si çdo gjë tjetër, janë për një kohë të shkurtër. Besnë kërkoni hikni dorë nga kjo jetë, Zotin ne doni, stolit janë të shkret. Mos bjerë pas botës se gënje e shumë, se dheu edhe yjet janë për në lumë. Në këtë e si përvjen Xhebraili me urdhër të Zotit duke thënë: "Fatimes jepi leja Muhamet, se me këtë rast do të bëhen shumë gjëra të mira." Si u vesh Hazreti Fatime u nis të shkonte, kur doli nga shtëpia shkëlqente si dielli kur jep dritë. Gratë arabe prisnin të vinte Fatimea me petka të grisura e të arnuara dhe kur të shikonte gjithë këto pallate madhërira, shpirti do t'i përvelohej, por panë se ajo po vinte me një madhështi sa që mendja ju ka ikur nga koka. Hazreti Fatime në kokë kishte një taxh nga ato që mbajnë mbretërit, veshur me petka të mëndafshta, duke ecur me madhëri e shoqëruar në të dy anët me vajza të bukura që i mbanin petkat për të mos u pluhurosur. Disa prej tyre pastronin rrugën e derdhnin erëra të mira, disa i fjalosnin dhe disa të tjera i bënin hije. Me këtë pamje, kur arriti pranë tyre, ato u maknitën dhe nuk e njohën, por pyesnin njëra tjetrën se çfarë mbretëreshe është kjo që ne nuk e njohim. Ç'është kjo që ndriti kaq në këtë jetë, neve s'kemi parë kaq në ndriçim të ketë. Si hyri paraj se ndrinte vetë të tinte cila do vajzë pas asaj i vinte. Pas pak e kuptuan se ishte Fatimea. Disa prej tyre, që nuk duruan dot bukurinë e saj, u ngritën dhe ikën, ndërsa të tjerat i thanë mirëser dhe ofisi ndritshëm. Ç'të kërkon shpirti për të ngrënë të sjellim. Të ngrënë e të pirë nuk dua, unë kam erdhur vetëm për zbavitje, u përgjigj Fatimea. Ne në këtë botë nuk kemi gëzime varfërisë kur do heri bëjmë durime, se me varfëri e shkojmë në këtë jetë, nga kjo botë neve nuk shohim lezet. Për neve ngrënia e shfalja që bëjmë tek Zoti, ne punojmë sipas porosive të Muhamedit. Në rast se ju dëshironi që të më bëni nder, shpirti më gëzohet atëherë kur ju pranoni besën tonë. Fjalët që ju tha Hazreti Fatime ju bën shumë përshtypje të mëdha dhe ato me kënaqësi pranuan e hyn në besën muslimane. Në librin Shevahidin Nubive është shkruar se Hazreti Muhamet kur mbushi një vit që erdhi në Medine, Fatimea ka qenë 9 vjeç, disa thonë se ka qenë 14 dhe të tjerët 20. Nga paria e Kurejshit i kërkuan dorën, por Hazreti Muhamet nuk pranoi për kryshqi, duke ju thënë se nuk arritur moshën e martesës. Në librin e Bul me Baim Harzemi, Hafez Zabul me Aniu, tregon që Hyssein bin Aliu ka thënë se një ditë Hazreti Muhamet ka urdhëruar në pallatin e Ymmi Selmas dhe ka zbritur një ëngjëll me 25 koka. Në çdo kokë ka patur një mi gjugë dhe në çdo gjugë kujtonte të madhin Zot, ndërsa duart i mbante përpjet nga qielli. Hazreti Muhamet, duke pandehur se ishte Xhebraili, i tha: "Kur nuk të kisha parë në këtë fytyrë." Ai thotë se unë nuk jam Xhebraili, mua më quajnë Sarsil dhe kam ardhur me urdhrin e Zotit të bashkoj dy drita, Fatimen me Aliun. Atë çast zbriti Xhebraili me Mikailin dhe ju vun kuror. Sheh Tirmidhiu në librin Dyri Sebin tregon: "Kam dëgjuar nga Enes Maliki se një ditë ka ndodhur tek Hazreti Muhamet dhe i tha: O Enes, mua më ka erdhur Xhebraili nga ana e të Madhit Zot e më solli lajmin se Hazreti Fatime kurorzohet me Imam Aliun." Hazreti Muhamet pas këtij urdhri mblodhi Medina si deparin e Kurejshit në faltore dhe ju tha: "O popull, i Madhi Zot ka lidhur Fatimen me Aliun me kënaqësinë e Aliut dhe me dëshminë të tyre." Pastaj kthehet nga Aliu duke e pyetur: "Me 400 mithkal argjend çupën time Fatime e pranon për grua?" Ky tha: "E pranoj."
Pastaj Hazreti Muhammed ka bërë lutjen e kurorëzimit. Në librin Menakili Harzemi, tregohet se Hazreti Gjebrail ka ardhur me urdhër të të madhit Zot tek Hazreti Muhammed dhe i ka sjell Fatimes errat e parajsës që quhen zymbyl, amber e karafil. Gjithashtu angjëjt, hyrijet e gilmanët i kanë vënë kuror Aliut me Fatimen duke bërë kurorëzimin. Letrën e kurorëzimit Hazreti Gjebrail ja shpuri kryetarit të parajsës. Në parajs, filizi i drurit që quhet Tuba ka lulëzuar e ka lëshuar flet dhe në çdo flet është shkruar emri i secilit. Qëllimi është se ata që u ndodhen në skëter të lirohen e të bëjnë lutje tek Hazreti Muhammed që Fatimeja të lidhet me Aliun. Pasi u bashkuan të dy, Ymi Selmaja e ka shpur çupën tek Hazreti Aliu dhe kur është ndarë nga Hazreti Muhammed ka qarë shumë sepse për atë nuk kishte tjetër njeri për t'i bërë shërbim. Hazreti Muhammed si paji ka dhënë Fatimes 2 këmish, një deve, 2 pyzyli kërgjëndi, një harka kadifeje, një qelqe me vlerë, një mulli, një mbules koke, 2 shtama për ujë, një misk dhe një mashtrap. 2 shilte të mbushura me pambuk, 4 jastëk, nga të cilët 2 të mbushur me lesh, deleje dhe 2 me rënjë hurmaje. Imam Sejfedini në librin Seneyul Xhami tregon se një nga armiqtë e Hazretit Muhammed në Medine i ka thënë Hazretit Ali si me të qortuar: "O Ali, ti je një njeri nga më të fuqishmit dhe shumë i rrallë. Përse e bëre këtë mblesëri me një që s'ka të haj buk, kur ha drekën nuk ha darkën? Por ta bëje me mua dhe do të shihet shpahi, do të cilja. Udhën do të stolisja, do të shtroja me cohë prej pallatit tim deri tek pallati tënd, dhe të kisha për të siguruar sa ti ishe gjallë për ngrënje e të mos hiqe asnjë mundim." Imam Aliu ju përgjigj duke i thënë që kjo është punë e Zotit. Të dish o i pasur se e ke të kotë, zvuan për gjë tjetër veç për këtë botë. Sa i lartë të jesh ti në këtë jetë, ti në tokë do biesh, do mbetesh shkret, se nga marrëdhëniet kemi hequr dorë, mos bini pas botës, ju ore të gjorë. Lavdërojmë Zotin, ai si të doj, ai si do vetë, ne të na gëzoj. Imam Aliu nga fjalët e tij nuk u dëshpërua as pak në atë çast, i vjen një zë qiellor dhe i thot: "Shiko lart në qiell." Kur hodhi syt në qiell, mbeti i habitur, gjithë hapësira ishte mbushur me deve të ngarkuara me dyrë e diamante, me miske, me amber, dhe secilën deve e kishte zënë nga një djalë përdorës të frerit. Në çdo deve kishte hipur nga një vajzë e bukur që ndrinte si hëna dhe që të gjitha thërisnin: "Këto janë paje e Hazretit Fatime." Hazreti Aliu, si i pa të gjitha këto, menjëherë shkoi në pallatin e tij dhe i tha Hazretit Fatime se a e pe me sy pajën time? Ajo ju përgjigj: "Po, e pash që po vinte prej qiellit. Në botë nuk duam pasuri të kemi, por në atë jetë të ndershëm të jemi. Vërtet si të ulët dukemi në këtë jetë, por jemi të lartë ne, në jetën e vërtet." Një ditur në botë ka thënë se Hazreti Sulejman i kishte bërë dhëndrit të tij një qylaf të qëndisur me 700 inxhi. Imam Aliu për këtë qylaf i tregon Fatimes. Hazreti Fatime mendoi se Imam Aliu pajën e saj nuk e konsideroi asgjë para pajës së Hazretit Sulejman që i bëri dhëndrit të tij. Sa ishte gjallë, kjo fjalë prej mendjes nuk ju hoq. Pasi ndroi jetë Fatimeja, Imam Aliu një natë pa në ëndër sikur ajo në parajs kishte qëndruar në një pallat të lartë dhe pranë i kishin ndënjur shërbëtorët e parajsës. Një çup shumë e bukur që mbante në dorë 2 vazo me xhevahir, shumë të çmueshëm, priste urdhrin nga Hazreti Fatime që t'i shpërndante ato. Imam Aliu e pyeti se cila është kjo vajzë dhe Fatimeja i tha që kjo është vajzë e Hazreti Sulejman, të cilën Zoti ma ka dërguar shërbëtore. Kjo është ajo që kur isha gjallë, më the se Hazreti Sulejman i kishte dhënë shumë paj. Për aq kohë sa jetova, kjo fjalë nuk më hoq nga mendja dhe për hidhërimin që ndjeva Zoti ma shpërbleu në këtë mënyrë. Ja Ali, në vend të taxhit që nuk të dha babai im për paj, ashtu si Sulejmani dhëndrit të tij, këtu në këtë botë do të t'jepet ai flamur që është vetëm për Hazretin Muhammed. Dhe ky flamur tepër i lartë ndahet në 3 pjesë, një në perëndim, një në lindje dhe tjetra në Mekë. Në copën e parë është shkruar Bismillahirrahmanirrahim, në copën e dytë Elhamdulillahi Rabbil Alemin dhe në të tretën La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Thuhet se në ditën e fundit do të dëgjohet një zë që do të thras: "Ku janë paria e Hazretit Muhammed?" Dhe pasi të mblidhen do të hyjnë në parajs. Thuhet se ai flamur do të qëndrojë mbi kokën e Imam Aliut si një taç i stolisur tepër.
do t'i thonë, ja Imam Ali, cili taç është me i vlefshëm, ky që ke ty në kokë apo ai që i dha Hazreti Sulejman të ndëjtë të ti? Nga Imam Nexhmedini, tregohet se një ditë Hazreti Muhammed ka vajtur tek Hazreti Fatime, e gjeti tepër të helmuar dhe e pyeti për shkakun. Ajo ju përgjigj që kemi 3 ditë pa bukë, Hasani dhe Hyseni kanë uri të madhe. Ty nuk të kemi thënë, por jep më leje të bëj lutje tek Zoti që të na jap ushqim. Hazreti Muhammed i dha leje dhe nga lutja që bëri, të gjithë të shtëpisë u ndihen të ngopur dhe kur nuk kishin uri për bukë. Në librin Dyreri me ajrje tregohet se kur Hazreti Muhammed ka vajtur tek Ebia dhe gjeti 3 ditë pa ngrënë, bëri lutje tek Zoti duke thënë: O Zot, zbriti ushqim Aliut e fëmijëve të tij ashtu sikurse i zbrite Meriem e Imranit. Pas mbarimit të lutjes, urdhëroi të bijën të vejë në dhomën e bukës. Kur vete Fatimeja shikon një tas me xhevahirt plot me gjell. Prej këtij tasi me gjell kanë ngrënë e gjithë njerëzia e shtëpisë 7 ditë me radhë dhe nuk mbarohej. Pas disa ditësh, ai tas u zhduk për arsye se Imam Hyseni ja tregoi punën e tasit një gruaje çifute. Njëherë Hazreti Muhammed kishte mbetur 3 ditë pa ngrënë, shkon tek Hazreti Fatime, por dhe atje për fat nuk gjeti ushqim. Fatimeja u helmua tepër që nuk pat gjë t'i jepte të atit dhe ju lut Zotit t'i dërgonte ushqim. Lutja tek i madhi Zot ju pranua dhe mrekullisht u shfaq një huaj që me një tas në dorë mbushur plot me gjell. Këtë tas ja jep shërbëtori duke i thënë se kjo është dhurat për Fatimen, prej atij ushqimi hëngrën që të dy. Hani nga ushqimi se është i Zotit, ky ushqimi shenjt i ka zbritur robit, sikurse i zbriti Meriemes së ndjer me urdhrin e atij Isait të pëlqyer. Thuhet se kur ka ndruar jetë Hazreti Muhammed, toka dhe qielli janë tronditur shumë, po ashtu kanë qarë shumë njerëz, gjindë, shpende e gërsira. Vdekja e profetit le shkret shtëpinë brenda në tokë u fsheh la njerëzin, fronin mbretërisë mbet pa ndonjë shpresë, gjithë njerëzia humbën, u tretën por si ves. Kur ndroi jetë Hazreti Muhammed, Imam Aliu e këshillon Fatimen të mos qajë mos derdhlot, sepse gëzonte armiq, por të bënte durim. Në rast se nuk e duron dot i qarët, të shkojë mbi varrin e Hazretit Muhammed e të heq nga zemra hidhërimin. Kur të dëshironi juve për të qarë, shkoj vizitoja Muhammedit varë, qaj brengën e mikut sa të kesh fuqin se miku i dashur ty të ka të tijen. Hazreti Fatime mbajti këshillën e Imam Aliut, qanë të fshehur deri sa Imam Aliu i bëri një shtëpi helmi pranë varrit të Hazretit Muhammed, duke porositur që të mos qajë mezet e lartë. Kur e shpuri për të parën herë në shtëpinë e helmit, Fatimeja rapërsi për varit duke qarë sa u trondite gjithë bota. O botë shkretove gjithë këtë jetë zemra copi bërë dhe mbetën shkret. Ti o Muhammed më ke lënë të mirë 100 hidërime zemra i me ster. Ti e le shkret dhe unë dhe qiel, ti brënda në tokë ke mbetur pa diell. Kur e pa Imam Aliu që qante me aq hidërim, i tha, bëj durim, se durimi është më i mirë nga të qarët. Fatimeja i thot, ja Imam Ali, mos më ndalon nga të qarët, se mua më ka gjetur një helm shumë i madh. Nga vari i Hazretit Muhammed, mori një dorbalt që e quante dhe e filloi ta qante me këto fjalë. Ku je o i dashur zemrën ma coptove, prejhe shpirti ti ku barkun ma helmove. Dhe lotët nga sytë qurk po më ven, ku je o diellin dritshëm, ku je ti o han. Si ndroi jetë Hazreti Muhammed, Fatimeja gjithnjë qante sa jetoi e buza nuk i bajti gas. Një ditë u mblodhën njerëzit e Medines dhe i thanë, o çupaj Hazretit Muhammed, ti nuk pushon si qari as dite as natë. O qaj ditën e pushim natën, ose qaj natën e pusho ditën, që të mos shqetësosh njerëzit. Ajo pranoi fjalën e tyre dhe qante vetëm natën ndërsa ditën bënte durim. Imam Xhafer Sadiku tregon se 5 veta në botë kanë qarë më shumë. Njëri është Hazreti Adem, sepse nxori Perëndia nga parajsa. I dyti Hazreti Jakub, që u verbua nga të qarët për djalin e tij Yusufin. I treti Hazreti Yusuf, që qau për baban e tij Jakubin, aq shumë sa humbi mendjen. Hazreti Fatime për tatin e saj Hazretin Muhammed kur ndroi jetë, dhe i fundit Imam Zeynel Abidini, që ka qarë 40 vjet për dëshmorët e Kerbelas. Imam Zeynel Abidini ka patur një shërbëtor që quhej Miflim. Ky i thot imamit të mos qaj kaq shumë se do humbi jetën, por ai u përgjigj. Nuk bëj dot durim sepse kur kujtoj Kerbelan, baban dhe fëmijët që ranë dëshmor, që ranë robër në duart e Jezitit, që i munduan aq mizorisht, nuk më mbahen lotët dhe të qarët. Kur më vjen në mendje helmi Kerbelas, shpirti im më bëhet sikur të pëlcas.
kur më kujtohet që bën në Qerbela pa dashur, më rjedhin lotët mua çurk, se i pash me sy mundimet që bën, ndër ata të dashur, ndër ata të pafajshëm. Pas vdekjes së Hazretit Muhammed, disa thonë 3 muaj e disa 6, Imam Aliu e gjeti Hazretin Fatime duke bërë përgatitje, lante rrobat, bënte bukë dhe në zjarr kishte vënë ujë për të ngrohur. Imam Aliu i tha se ç'është kjo përgatitje, kësaj nuk të kam parë kur ndonjëherë. Ajo me lot në sy ju përgjigj. O ti luan i Zotit, Imam Ali, sot erdhi dita ime e fundit e ndarjes për jetë. Sot është ajo ditë që do t'i vete pranë babait. Është dita që do të përvëlohen zemrat e këtyre fëmijëve Hasan e Hysen, pse do të mbeten pa mëm. Unë djembrëm pash në ëndër Hazretin Muhammed, sikur më kishte ndënjur afër jastëkut. I thash, o baba im i dashur, unë për ty qaj kaq tepër sa zemrën e kam të coptuar, po ku je që s'të kam parë? Baba im më tha se kam ardhur me si hariq, se së shpejti do të vish edhe ti tek unë, e unë pat marr ty nuk i ki. Bëu hazër se nesër mbrëma do t'jesh pranë meje. Mbi këtë e sipër u zgjova, nga ky shkak po bëj këtë përgatitje, e jam e sigurt se ndarja ime prej teje është një helm me hidhrim shumë i madh. Shkaku që gatova shumë bukë është se ti nesër do të merresh me varimin tim, nuk do të kesh kohë, kështu që fëmia të mos mbeten pa ngrënë. Rrobat ja u lava, sepse nuk do të kenë më as mëm që të kujdeset për ta. Imam Aliu i tha, kurse ti bën këto përgatitje, ato helmon edhe më tepër, po kur ata fëmijë në fushë të Qerbelas të mbeten trupa pa kokë, të mbytur në gjak, me mëlçit e tyre të nxjerra jashtë nga barku vallë, ç'do të bëhet? Fushë e Qerbelas por si kiameti që rënojnë në bota dhe qanë rëmeti, fëmijën e dashur në gjak rambuluar, po t'i shojmë neve na marrin ngarkuar. Kur Hazreti Ali dëgjoi këto fjalë nga Hazreti Fatime, ju derdhën lot prej gjaku dhe tha, ç'është kjo fatkeqësi kaq e madhe që më ngjau? Pa ushuar mirëplagje e Hazretit Muhammed, prap tani më ngjan kjo vdekja jote që më dogji mëlçit e barkut. Ç'është kjo e keqe që mu shtuat tepër kaq helm si mua në botë s'ka tjetër? Mua kjo e keqe zemrën ma coptoi, trupin tim të gjithë zjarr ma përvëloi. E larta Fatime i tha, o Hazreti Ali, sikur se unë bëra durim kur shkoi babai nga kjo jetë, ashtu dhe ti do të bësh durim për mua, pasi tani është fundi i jetës sime. Kështu ka porositur dhe duke vendosur e pastruar shtëpinë, djemve ju tha, o mëlçit e zemrës sime, si do të bëhet puna juaj pas vdekjes sime, kush do t'u lajë e do t'u ndrojë? Djem prej këtyre fjalëve fillon të qanin e të derdhnin lot nga syt. I porositi që nga herë të shkojnë mbi varin e saj dhe të bënin lutje. Imam Hasani dhe Imam Hyseni ndërkohë i than tatit të tyre Imam Aliut që të vijë pranë mamës së tyre, të piqet e të përcillet me të që t'i jepte lam të mirën. Imam Aliu me zemër të coptuar erdhi pranë saj e tha këtë vjersh. Ndarja e Fatimes më coptoi, më dogji, largo Zot të qarët se zemrën ma shpoi. Më vonë, Hazreti Fatime porositi Esman të bijën e Amishes që t'u bënte të ngrënë djemve që vinin nga varezat e lodhur sepse kishin shkuar të hapnin varin e saj. Kur erdhën ata, nga hidhërimi nuk vunë buk në gojë. Imam Ali u rinte mbi kokën e Fatimes e ju tha djemve që të shkonin përsëri në vareza të bënin lutje për Hazretin Fatime dhe djemtikën. Hazreti Fatime i thot Imam Aliut që të mos largohet se arriti koha që të ndahet shpirti saj prej trupit. Në thërime mbeti gjallëria ime, mos u largo Ali, ti asnjë thërime. Gëzim për mua është ajo jetë, më bën që finin atë kam për vetë. Imam Aliu i thot, nuk kam fuqi të dëgjoj këto fjalë prej teje, por Hazreti Fatime i tha se puna ime nuk pret më, erdhi koha që të shkoj. Gjahtari vë grack për shpendin e mirë, ashtu vdekja mua erdhi të më zerë. Kërkon që të nxjerr shpirtin që të vdes, me shpat xhelati erdhi të më pres. Imam Aliu ndërkohë qanë pareshtur, e larta Fatime përsëri i flet. Nuk është koha që të qash për mua, por dëgjo, se kam 4 porosi që t'i them. E para të më falësh për çdo gabim që kam bërë. E dyta djemt të më kesh kujdes dhe në qoftë se bëjnë ndonjë gabim t'ua falësh. E treta të më varosësh natën dhe jo ditën, sikurse s'më pa njëri në gjallin time, ashtu nuk dua të më shohin edhe në vdekje. E katërta, nga herë të vish në varin tim dhe të bësh lutje. Imam Aliu i thot, qoftë të larg, asnjë gabim nuk ka ngjarë në jetën tuaj. Me që në nëndau, kjo e shkretë botë, në baltën e këmbës të kam vënë kokën. Fjalët që të thash ty të lutem tepër të më vish nga herë, tani s'kam çfarë të them tjetër. Imam Aliu ju përgjigj kështu. Ti o moje dashur,
ku po ndahesh tin me shumë hidhërime po male shtëpin. Ti po lë pallatet në varë bjeshtërir, erdhi koha të ndahesh si në errësirë. Imam Aliu porosit jam pranoi dhe i tha, kam dhe unë 3 porosi që po t'i them. E para, nështë se unë kam bërë në një gabim për para të jetë me falësh dhe të Hazreti Muhammed ankes mos bëj. E dyta të falat e mia ja shpjer Hazretit Muhammed dhe e treta, dashurin time tregoja Hazretit Muhammed. Pasi Hazreti Fatime ja pranoi amanetet, atë qast dëgjoi një zë të tmerrshëm. Po vinin Imam Hasani me Imam Husenin duke qarë dhe duke thënë se kemi ardhur të përcillemi me mamën tonë. Imam Aliu ju thot, se ku e dini ju se mama juaj ka ardhur në çastin e fundit të jetës? Ne thanë djem dëgjuam nga vari i gjyshit që na tha, erdhët o jetim të Fatimes, mos qëndroni këtu tepër, por ktheuni në shtëpi, shikojeni dhe një herë në tuaj, përcilluni me të se kanë ardhur shpirtrat e profetëve Ibrahim, Ismail, Musa, Isa dhe shumë të tjerë prisin shpirtin e saj. Me të mbaruar këto fjalë, i ranë ndërkëm nënës së tyre dhe me rënkim zunë të qajnë duke thënë. O nëna jonë shumë e dashur, hapi sytë dhe njëherë, shiko këta djem që po i lë të mjerë edhe jetim, si vajtim folën këtë vjersh. Shikona dhe njëherë ti o mama jonë se plagët e tua zëmrën në e shpojnë, po në shiko ti se të pastaj me nëherë se po në leti neve fort të mjerë. Kur Hazreti Fatime dëgjoi këto fjalë, hapi sytë pa djem që po qajnë, po i lutet me zë të lartë dhe ju tha, o ju djemtë e mi, si të dëbëni pa nën, betët shumë të mjerë. Pastaj, u thot të gjithë njerëzve që ndodhen aty që t'i kenë kujdes fëmijët e saj. Imam Aliu e porositi që t'i dërgojnë djemt në varrin e Hazretit Muhammed, nga Yumi Selmaja kërkoi ujë me të cilin lau trupin, veshi petkatereja dhe kërkoi errat e parajsës që quheshin qafur, të cilat Hazreti Xhebrailja kishte sjell Muhamedit në kohën kur ai ishte i sëmur. Me ato e spërkati qefinin, disa i la për Imam Alin dhe i tha Yumi Selmas që të dalë pak jashtë se ka një fjalë të fshehtë me Perëndin. Pa lejen e saj të mos hynte brenda, me të dalë jashtë Yumi Selmaja dëgjoi Hazretin Fatime që po thonte: O Zot, për nderin e Hazretit Muhammed, për madhërinë e Imam Aliut dhe për mëshirësinë e foshnjave, mëshiroj fal aty ymet që kanë bërë mëkate. Yumi Selmaja kur dëgjoi këto fjalë zuri të qaj dhe hyri brenda pa leje. Hazreti Fatime i tha: a nuk të porosita që pas i rurun të mos vije brenda? Kur të thrasësh e nuk do të marrësh më përgjigje, atëherë ti je sigur se shpirti im ka shkuar tek Zoti. Kjo si priti një copë herë, pasi nuk po i vjen ndonjë zë dhe atëherë i thret: o dritë e syve të Hazretit Muhammed, nuk mori përgjigje. O i madhnueshmja dhe me pëlqyera e të gjitha grave, por përsëri nuk dëgjoi zë. Atëherë, duke qerë jakën e duke coptuar faqet, hyri brenda dhe pas se shpirti i saj kishiku në jetën e pasosur. Doli duke qarë duke thirrur njerëzin. Menjëherë u lajmëruan djemtë dhe ata duke qarë derdhur lot shkuan në faltore lajmëruan Imam Alin. Ai me të marrë vesh lajmin e vdekjes Hazretit Fatimera në tokë si vdekur. Kjo botë na solli neve shumë të qarë se vdekja e mamës për jetë e ndarë. Ne mbetëm pa mëm, mbetëm pa një shpresë, gjithhelm shpirti derisa të vdes, se fryu kjo erë e rëmbeu pluhur e neve na bëri fare të sëmur. O ju besimtar që morët pjesë në hidhërimin e vdekjes së nënës tonë, Hazretit Fatime, Zoti na bashkoft me të dhe me të dashurit e saj në jetën e pasosur. Vërtet se po të gjukosh mirë, vdekja e Hazretit Fatime për ata djem ishte një hidhërim i madh. Djemt ishin të vejël dhe nuk u ritën me nën që të stërviteshin pasaj, por mbetën në duart e të tjerëve dhe më në fund ranë në mundime e fatkeqësira të mëdha. Cili do në jetë një dhimbje do të ketë, mundimet e gëzimet, ai do t'i heq vetë.